Përmirësimi i modit dhe rritja e temperaturave ka bërë që rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës të vizitohen nga turistë huaj. Interesi për të njohur me historinë dhe bukuritë natyrore të qytetit verior janë ndër arsyet kryesore pse të huajt kanë zgjedhur Shkodrën për të vizituar. England, yeah? Unë jam nga Anglia. Shqipëria është një vend që nuk e njihja më parë dhe tani që po e shoh është vërtet i bukur. Jam i kënaqur që kam ardhur këtu. Shkodra është pjesë e Ballkanit dhe për ne anglezët Ballkani nuk është një vend që jemi mësuar të vim shpesh. Po është interesante pasi është vendosur pranë malit të zi, Kosovës, është vend i bukur. Do të qëndroj rreth 7 ditë në gjithë këtë rajon. Ne po bëjmë një tur në Ballkan dhe Shqipëria është një prej vendeve që po vizitojmë. Shkodra është në kufi me malin e zi dhe ne erdhëm nga atje. Puna pëlqen shumë. Vizituam kishën dhe erdhëm tani në qendër dhe po shijojmë çfarë na ofron ky vend këtu. Vi për herë të parë në Shqipëri, është vend i bukur. Keni male të mrekullueshme. Njerëzit janë shumë të dashur, po e shijojmë qëndrimin këtu. Vi nga Hong Kongu, është hera e parë këtu. Më pëlqen Shkodra, është bukur. Ashtu si vitin e shkuar, Shkodrën pritet ta vizitojë një numër i lartë turistësh gjatë sezonit, jo vetëm vendas, por dhe shtetas nga vendet të ndryshme të botës. Pika turistike të saj, të ndërthuara me historinë dhe kulturën e qytetit mbi 2000 vjeçar, e kanë kthyer Shkodrën tashmë në një nga vendet më atraktive në Shqipëri. Gjithashtu pritet që shifrat e netqëndrimeve të rriten edhe më tepër gjatë vitit 2025, duke ndikuar kështu pozitivisht edhe në ekonominë e qytetit.